policore që po ngadalëson edhe këtë çështje apo jo? Padyshim se po, pra tashmë kanë kaluar 27 vite nga lufta në Kosovë dhe është e qartë që Serbia nuk është duke i zbuluar të gjitha informacionet mbi lokacionin e mundshëm të varrezave, qofshin ato masive apo individuale, apo duke mos dhënë informata mbi fatin e personave të zhdukur, sepse për fat keq mund të ketë edhe asgjësime që kanë ndodhur, që mund të kenë ndodhur gjatë luftës, mirë po duhet me pas parasysh që në numrin tashmë 9.400 persona të zhdukur janë edhe persona të nacionaliteteve tjera, pra mbi 400 persona janë të nacionalitetit serb dhe nacionaliteteve tjera dhe sigurisht që Pala Kosovare duhet të bëj pjesën e vetë punës që të tentoj që të gjej informatat mbi vendodhjen e trupave të këtyre personave. Po, dhe zoti Blakaj, sa është e rëndësishme në këtë proces edhe hapja e arkivave? Pra po flasim për arkivat ushtarake, policore, për zbardhjen